e të zotit Begaj, në qoftë se do ndodhte kjo, atëherë të gjithë kryetarët e bashkive do ktheheshin në drejtor të kryeministrit. A zëvendës ministra, po drejtor, se zëvendës ministra ka prefekt. Si drejtor, fjala vjen. Po sepse ata, domethënë, ti e ke vënë se si rreshton Rama ata dhe i thot, ti se s'ma solle hartën mua, po ti tjetri çka ke bërë ti kështu që bën batuta, domethënë si puna e duçes në kohët. Po, me tani do ta bënte se këtë e bën parimisht ai. Politikisht. Politikisht. Tani do ta bënte me ligj. Pra në qoftë se sot Erion Veliaj do ekzekutohej juridikisht, atëherë do kishim një spirale të tmerrshme të asaj që unë e quaj autokraci totale të kryeministit Rama mbi gjithë pushtetin. Unë e kam pas një qasje, me thonë tretin dhe s'duhet bëj domethënë këtu e thash unë apo e tha ti, dhe herën e kaluar të pata thënë të gjitha versionet dhe e kam pasur idenë domethënë që kjo histori do shkonte në këtë lloj qasje edhe për shkak të mënyrës se si është ndarë sot gjykata kushtetuese, me atërmbetje dhe me përplasjet që ka aty brenda saj, por edhe duke lexuar veprimet e Edi Ramës. Cilat ishin veprimet e Edi Ramës? Jo më lërak se sa para një jave, kur ai ndau komisionin për reformën territoriale dhe komisionin zgjedhor, zonja Orgeta Manastiliu ishte një nga pjesë e këtyre komisioneve. Në qoftë se nuk do ta kishte këtë lloj qasje kryeministri, ai që di gjithçka në këtë botë, të siguroj domethënë që nuk ishte arsye domethënë që ta fuste zonjën Orgeta Manastiliu në atë lloj. Ai shef gjithçka. Absolutisht, po. Zeusi në tokë. Për shqiptarët po njerë, po ka filluar këthup bëjmë çik xheloz po do duash, u jep mend edhe europianëve. Nuk kemi arritur ta kalojmë pa historinë, po do ta kalojmë. Marr nga ditët tona. Marr nga ditët tona, fiks, kjo është historia në fakt. Bani për vetë gjykatës kushtetuese avokat. Ditë e mia për vetë. 5-3. 5-3 do të thotë që jepja ditës. Ka ngel 3 surrogato akoma në gjykatë kushtetuese që nuk e lexojnë ligjin ashtu siç duhet, sepse edhe një herë orët duhet të zhveshim idenë Erion Veliaj nga parimi kushtetues. Parimi kushtetues është i thjesht fare. Ti o zotëri nderuar, kur ti jep një vendim si gjykat, ti do duhet gjëja më kryesore nuk është vendimi i rit. Është proceduraliteti deri te vendimi. Çfarë ngatronte kaq shumë Këshilli Bashkiak që ta thriste Erion Veliajin aty? Dakor. Çfarë e pengonte që ta bënte të gjithë procedurën? Çfarë e pengonte VKM në Këshillin, ata këshilltarët e famshëm të Këshillit, e mbarova ata këshilltarët e kryeministrisë që kur bën VKM më thosin bazë në 162, sepse nuk ishin tek gjykata administrative, por në bazë në 115 të kushtetutës. Sepse me këtë lloj qasje dhe përmtet, për pastaj që atë desha të thoshë, çfarë pengonte gigantin, më të mirin, më të zotin ndërnesh juristët, zotin Ilir Usmali, që të priste, siç thot ligji, 15 ditë dhe pastaj ti thoshte Bajramit nxjerr dekretin. Presidentit. Razart, si e shikon këtë vendim gjykatës kushtetuese? Gjykata kushtetuese ka pas një dilemë shumë interesante. Dilema ka qenë ndërmjet dy qëndrimeve. Para punës, nëse do ta pranonte jurisdiksionin dhe lëmin kushtetues në raport me kërkesë padine e zotit Veliaj. Kjo ka qenë realisht dhe pyetja kryesore që shtruan gjykatë kushtetuese, dhe kërkesa e vazhdueshme edhe e Këshillit Ministrave dhe Presidentit të Republikës, bazuar mbi disa precedentë që gjykata kushtetuese i kishte marrë në vitin 2023. Dhe nga krau tjetër, diskutimi nëse do hynte në themel, a do të qëndronte apo nuk do të qëndronte tot vendimi i Këshillit të Ministrave. Personalisht unë kam ndjekur me shumë kurështi edhe profesionale ato gjithë seancë maraton shtatorëshe në gjykatë kushtetuese. Dhe në përfundim të seancës kam pasur bindjen që nëse gjykata kushtetuese do të kapërcente ngërçin ose interpretimin raport me gjykimin kushtetues, nëse ishte kjo çështje që duhet të shqyrtojë nga gjykata kushtetuese, vendimi i Këshillit të Ministrave nuk mund të qëndronte në këmbë. Për gjitha ato shkelje që ishin bërë, mund të rendisin pafund. Në para punës unë mendoj që vendim është vendim politik, nuk është vendim administrativ. Zoti Veliaj është shkarkuar politikisht dhe duhet të shkuar dhe komisioneri për diskriminimin që të merrte edhe një vendim mbrojtës nga komisioneri për diskriminimin për shkak se shkarkimi i tij është politik. E dyta, proceduralisht shkarkimi nuk qëndronte në asnjë nga hallkat e tij, që duke filluar që nga vendimi i Këshillit Bashkiak, nga dosja dokumentare që plotësonte vendimin dhe pastaj nga sjellja që pati Këshilli i Ministrave në kohën e marrjes vendimit.
Dhe për sa kohë gjykoj që gjykata kushtetuese e ka kapërcyer diskutimin raport me jurisdiksionin e saj, nëse ky VKM ishte ky vendim i Këshillit të Ministrave hynte në lëmën e gjykimit kushtetues, më në fund kemi zgjidhur një dilemë shumë të madhe dhe jam shumë dakord me Nardin kur thotë që kemi kaluar një risk shumë të madh kushtetues. Që do të thotë, nëse gjykata kushtetuese për fatin tonë të keq do të kishte vendosur kundër zotit Velie, do të ishim në ato raste kur Këshilli i Ministrave do të fitonte një pushtet të jashtëzakonshëm. Këshilli i Ministrave, kryeministri burr? Kryeministri. Okej. Unë kur them partia them Lenini, kur them Këshilli presidenti them gjithmonë kryeministri, do të fitonte një pushtet të jashtëzakonshëm në raport me mundësinë për të shkarkuar, qoftë në mënyrë të paligjshme, gjithë kryetarët e bashkive. Sepse nëse gjykata kushtetuese do thoshte që kjo gërm e Nenit, për thënë pika 62C, nuk hyn në lëmën e jurisdiksionit kushtetues, do futeshim në një spirale gjykimesh administrative që nuk kanë fund. Që do thotë kryetari i partisë, i shtetit, i kryeministrit diell që kemi, mund të shkarkonte çdo kryetar bashkie, qoftë dhe pa drejt, duke lënë pastaj që këtë çështje shqyrtohen në gjykatë administrative, shkon në ca fate jashtëzakonisht gjata. Edhe thelbi shqetësimi që ngriti Velia sa e krahasoi domethënë shkarkimin e tij apo edhe arrestimin me ata që bëjnë fark në Kolumbi. Marrin pen që zoti Velia bëri mbrojtje të mirë ligjore, mbrojtje të dobët politike. Atë ka ajo problem. Politikisht ishte lindte për të dëshiruar. Deri ke mbrojtje ligjore, mund ta pranoj që ishte më. Te mbrojtja ligjore ky ishte thelbi. Më mirë se avokatët. Ky ishte thelbi. Po, Arber, si e shikon këtë lajm? Kjo është fitoria më e madhe e zotit Velia që nga dita e arrestimit deri sot. Është një fitore shumë e madhe, jo vetëm ligjore, ka aspektin ligjor që ka shumë të rëndësishëm, ka një efekt besoj unë do jetë edhe politik, por edhe në procesin e tij, edhe sidomos në betejën më të rëndësishme që është betejë ndaj SPAK-ut. Se në fund fare betejë kryesore është ajo. Betejë me GKK-n, me SPAK-un e tjerë. Dhe duhet të pasohet besoj edhe me veprime të tjera ligjore nga avokatët e tij, edhe pse ata i kanë zëruar shkallët e gjyqësorit, pjesën më të madhe, por kjo në një farë mënyrë tregon atë që zoti Velia ka thënë që në fillim, që shkarkimi i tij ishte i padrejtë. Se kemi të bëjmë me çështjen e shkarkimit, kemi të bëjmë me çështjen e arrestimit, do t'i lidhim pastaj se dhe i jep një bonus të betejën ligjore, i jep një lloj shprese që mund edhe të dalë i pafajshëm në fund të procesit gjyqësor. Do diskutojmë edhe politikisht mund të dalë. Vetëm për ta shtuar. Që do thotë edhe mund mos dalë. Vetëm për ta shtuar. Do ta diskutojmë çfarë do prodhoj politikisht. Pas kësaj, po amendsoj pak. Po unë e besoj këtë që amendsoj. Unë besoj domethënë që Erion Velia për vitëri është në shtëpi. Sepse në çfarë mënyrë? Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese i arsyetuar, unë nuk besoj se avokatët e zotit Velia nuk do ta marrin dhe do shkojnë në gjykatën në GKK për të kërkuar zëvendësimin në masë të sigurimit personal për zotin Velia. Kjo pak po e sigurt. Pra do merret vendimi i gjykatës kushtetuese dhe vendimi i gjykatës i zbardhur. Avokatët do ta çojnë në SPAK, në GKK ose në SPAK për kërkimin e zëvendësimit të masës, sepse kjo është një precedent shumë i rëndësishëm. Dhe e dy, që është shumë e rëndësishme. Ndihmon kjo. Dhe dy, mendoj që do ta lidhë edhe me vendimin e Komisionit të Venecias. Po për para. Besoj që do të është nardë që donte të. Po pra dhe e dyta, jemi në kohën ku çështja e zotit Velia ka shkuar tashmë në gjykatë. Pra jemi në seancat paraprake të gjës. Dhe në momentin kur çështja mbyllet pra mbyllet, shto këtu edhe këtë vendim gjykatës kushtetuese, që është një peshë e rëndë, që nuk mund mos e marrin parasysh GKK-ja. Dhe atë të Venecias, unë besoj që Erion Velia për vitëri është në shtëpi. Unë nuk e di këtë, por gjithsesi politikisht kjo është një fitore dhe ligjërisht. Unë nuk lëskumar, po unë nuk po lëskumar, unë po nisem, nuk po merrem fare me atë që thotë, jam dakord. Unë edhe pak këtë po thua Arber ti është, por nëse ja del që të lirohet pastaj ka një gjë. Jo të lirohet, mos e ngatroj. Jo, të dal nga burgu. Ai do dalin me mas sigurimi, sepse ata do shkojnë me falo, e mbyll ata që ta mos e bëj kështu. Ata avokat ose un po tish avokati i zotit Velia, do merrja vendimin e gjykatës kushtetuese dhe thotë, zoti Velia është kryetar. E thot gjykata kushtetuese. Në rregull? Po. Nuk ka bërë asnjë lloj shkelje këtu, po. Çështjen juve e keni mbyllur dosje, s'keni më hetime për tek kësaja. Në rregull? Po. Pra, nuk ka çfarë prish provë Erion Velia më.
Nuk ka çfarë intimiton dëshmitar, sepse është mbyll kjo histori. E treta është ky, le themi, po them unë, i Venecias, që është konsultativ, këshillimor, por është me të vërtet një... Kishte interpretime shumë interesante në raport me atë që... Atëherë duhet jetë Irena Gjoka që ky të mos dalin nga burgu. Po si Irena Gjoka, unë siguroj që të nga burgu. Por kjo është një lloj goditje edhe ndaj SPAK. Po se është nga SPAK, por tani. Prit, është një lloj, jo po më lejo pra. Më lejoni pak. Pra është një lloj goditje ndaj SPAK sepse në fund të ditës ne Këshillit Bashkiak, ndaj gjitha strukturave, të cilat nuk e lejuan që të merrte pjesë as në shkarkim, as kur bë shkarkimi në Këshillin Bashkiak, dhe i kryuan një lloj izolimi, një lloj situate e cila ishte, e tha dhe vetë zoti Velia në fakt, dhe nuk po them serial killer, se në Shqipëri fatmirësisht nuk i kemi, po është izoluar si kriminal i përmasave të rënda. Dhe ky është një vendim që bazuar në ligj, vendimet e gjykatës kushtetuese nuk diskutohen ligjërisht. Pra janë është ligj. Është vulosje është ligj në nivelin kushtetues. E qasjes. Kështu që automatikisht tani unë pres që zoti Veliaj të ketë të njëjtën qasje që ka patur në gjykatën kushtetuese, pra duke mos sulmuar sidomos drejtësinë, ishte një gabim që me sa duket i kushtoi sulmi që i bëri SPAK në momentin e arrestimit, ato 2-3 javët muajin e parë, pra ishte një gabim taktik, nuk e di kush e ka këshilluar në atë moment ose ka bërë vetë, por për mua e ka qenë e gabuar dhe fakti që ka një qasje tjetër, ka ndruar edhe trupën e avokatëve, zoti Velia, ka një qasje më institucionale, një qasje më ligjore, pra po jep frytet e veta. Por gjithsesi, nuk mund të them që me një lule vjen pranvera. Këtu kam diferencën me nardin, që do thot nuk mjafton vetëm kaq, që zoti Veliaj... Kjo është një lule, mu. Vitin e ri... Kjo është pranvera e tërë, mu. Vendimi gjykatës kushtetuese është pranvera, mu. Se gjykata kushtetuese... Ja, të vlerësime bën avokati, se është gjykatë kushtetuese. Tani, sa para dakord, ju të dy bashkë... Jo, vash, them këtë që në fund të ditës, betejë kryesore që ka zoti Veliaj, e ka me akuzat për korrupsion. Nuk i ka akuzat betejën kryesore me shkarkimin. U kalua kjo gjë, do jetë kryetar bashkie dhe e meriton që të jetë sepse ka marrë vota. Në një nivel tani me Ballukun fjala vjen. Do të jetë apo jo. Tash ka vetëm një. Ato se di, po ka një diferencë. Zoti Velia është i zgjedhur, zoti Balluku nuk është i zgjedhur. Zoti Balluku është e emëruar, po jo e zgjedhur. Pra, dhe përgjithësi zoti Balluku është zgjedhur nga zoti Rama. Zoti Velia ka patur bekimin e zotit Rama, por ka marrë votat e qytetarëve. Avokat, si e shikon këtë? Mendoj që ka vetëm një lëvizje politike. Çfarë do bëjnë avokatët? Se ke lëvizje politike do dalin. Avokatët e zotit Velia nëse do të ndjekin logjikën e vendimeve të gjykatës kushtetuese, të Komisionit të Venecias, dhe pastaj edhe nocionin që krijohet, do të shkojnë me një kërkesë për zëvendësimin e masës sigurimi. Që do të thotë, do kërkojnë që zoti Velia në kuptim edhe të faktit që detyrimi, besoj një pjesë e arsyetimi gjykatës kushtetuese dhe çështja e detyrimit të kryetarit të bashkisë për ta ushtruar funksionin, në mënyrën se si e ushtron funksionin. Se të keni parasysh një gjë, gjykata kushtetuese përpos gjithë elementeve kushtetuese do argumentojë, duhet të shprehë edhe mbi logjikën e shkarkimit për shkak mos paraqitjes të detyrë. Është pastaj formulimi i dispozitës. Është themeli i çështjes. Ashtu. Dhe në momentin që do të hyjë në interpretimin e pikës 62C, do të thonë kur e ushtron kryetari i bashkisë detyrën. Do të jetë një nga arsyet që mund ta çojnë trupën avokatëve që kërkojnë një ndryshimin e masës sigurimi. Pikë në cilën zoti Velia do gjendet ose do kërkojë të gjendet minimalisht kushtet e ushtruesit të detyrës së kryetarit të bashkisë. Jo vetëm juridikisht kryetari i bashkisë, por ai që ushtron de facto në detyrën e kryetarit të bashkisë. Këtë do kërkojnë avokatët për Veliaj. Besoj që këtu bashkohen në ardhe dhe unë po tisha pjesë e trupës të avokatëve që gjëja paq do të bëhen në moment që do të zbardhet dhe do të publikohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Në moment që ky vendim del në fletërorin zyrtar që bëhet fakt ligjor. Për sa kohë mund dalë avokat? Po mund dalë edhe deri nesër, se s'është thënë. Deri nesër, vendimi ka dalë deli zbardhur sot në gjykatën kushtetuese. Deli zbardhur sot, nesër avokatët e marrin e çojnë Po ja më tjetër më çlidhe ka më. Po ata që na ndjekin nuk do ketë zgjedhje të pjesshme në Tiranë. Po, ajo nuk diskutohet. Mbyll kapitulli, do ketë zgjedhje, do ketë zgjedhje. Mund të ketë, ka një rast hipotetik. Vetëm po të do japi dorëheqjen vetë zoti Velia. Që do të ishte dhe mund të kjo që Anisa të them Redit që ka një veprim politik tani. Dëgjoj. Ne kemi një problem orët që është problemi i ngërçave që krijojmë, që janë ngërçe ligjore. Jo gjithmonë ligjet, dhe parimi është që ligji nuk rregullon gjithçka.
Thënë janë disa gjëra që është kultura demokratike, kultura politike, që duhet rregullojnë çështje që nuk janë detajuara në ligj. Thënë ne u futëm në një ngërsh ligjor, por një arsye vetëm sepse zoti Velia zgjodhi që politikisht mos vepronte. Po kishte drejt, mu. Kishte drejt. Unë nuk hyj diskutimin ka drejt. Mbaj qëndrimin e tij. Jo kishte drejt kuptimin e drejtës, po në kuptimin e një vendimi që duhet ta marr vet. Personalisht jam i mendimit që zoti Velia do të kishte ndërhequr shumë kohë më parë. Kjo është tjetër gjë politika. Ky është veprim politik. Dhe tani nëse ti do të tregosh ke fituar një betejë politike, do të tregosh se ti ke vlera edhe më të mëdha se betejë që fitove. Unë tisha zoti Velia do jepja dorëheqje nesër. Po ka një gjë që nesër do mbetej në burg. Ha? Do mbetej. Por nuk është, Por jo, ka një gjë që të ndodhe kjo, I bie që të mbetet në burg pastaj. që të ndodhe kjo, mund të dalë për të njëjtën arsye. që të ndodhe kjo, do duhej që shkarkimi sipas zotit Velia të ishte ligjor. Jo. Edhe arrestimi. E fitove betejën e shkarkimit. Shkarkimi është i paligjshëm. Po. Dhe ti sot je de jure kryetari i Bashkisë Që do thot, po, jo, pa automatikisht bie kjo tezë, s'ke pse të largohesh. ta shpjegoj pak do më lejoni 2 minuta, vetëm 1 minutë. Më shumë kështu. Ka Me shumë dashuri. dy skenar të mundshëm të gjithë kësaj historie, për mendimin tim. Ose këta juristët e famshëm të Këshillit Bashkiak, të Bashkisë Tiranë, të kryeministrisë dhe të presidencës janë anaplla, janë ata të plepave që thoshim dikur, sepse unë nuk gjej dot mënyrë arsyetim sepse një jurist nuk do duhet të ndjekin proceduralisht. Ose është dhe tjetër Nardi, nuk kanë këllë që t'i thonë shefit shiko, kjo nuk bëhet. Po ata ç's'më le ta them deri në fund. Po mirë më Po më le më mos u bëj tani. Thuj, Pra, thuj. ose janë ignorant, po e them në pak fjalë, sepse është proceduralitet. Çfarë duhet bërë në rastin e shkarkimit të një kryetari bashkie? Ti mendon se ka rënë për shkak të procedurës gjëja apo për shkak të parimit? Po, parimeve që mbron gjithë ata. Antarja e gjykatës kushtetuese, po e dëgjoja në një, ka bërë një pyetje që ishte thelbi i gjithçkaje. Kur ja bëri zotit Gjigantit Rusmali. Në lidhje me kur i tha, çfarë e cyti presidentin e Republikës që të mos priste afatin për 15 ditësh për të nxjerrë dekretin. Dhe ai nuk dinte të jepte një arsyetim ligjor në raport. Avokat, kjo është baza, se në këtë logjik që thuti, po ligji është i shkruar. Mund të përsëritet, a ka, dhe kjo është një pyetje që unë e ngre tani, a ka shanse që Këshilli Bashkiak të mblidhet prap taftoj Veliajin, të respektoj procedurën. Dëgjoj. Jo, po nëse është politikisht vetvase, jo, po juridikisht bë. Dëgjoj, më të lutem tani. Nuk besoj. Mos fut këtë. Po. Ata e shkarkuan zotin Velie sepse thanë që ke munguar 3 muaj në punë. Mungesa mbaronte në 9 maj. Pyetja që ishte logjike që u ngrit nga gjykata kushtetuese themelin e çështjes. Po pse se nuk e shkarkuat se kërkuat shkarkimin në 10 maj? Po e keni kërkuar në 10 shtator. Se nuk vendosën mbi kërkesën e Ali Mehmetit, shpytja reale. Po ashtu, një. Pse nuk si e di Këshilli Bashkiak? Po ti je në atë shkelit afateve. Ka procedura, është ligjore kjo. E dyta, si është mund ti thua që ky ka munguar në punë? Pas ka munguar në punë ky, ku e ka vend në punës ky zotëri nderuar? Se ky vend i punës këtij është kufiri territorial i Bashkisë Tiranë. Kush e mban tetorshin? Kush e mban tetorshin? Se ky nuk është në punës civil, kryetari i Bashkisë, nuk është në punës civil, më është i zgjedhur. E treta, si është e mundur, se këto janë pyetje që u bën themeli çështës dhe unë prandaj besova domethënë që këtu kishte mbaruar historia. Zoti Velia i ka firmosur në datën 9 korrik, 9-10 korrik, kur bëra ato ndryshimet, Alban Dokushi do ikin, do i vjeshe kjo, ato ndryshime që ja kërkoi Rama. Pra, kur ky pas ka firmosur në datën 9 korrik, atëherë si është e mundur që pas ka qenë tani, ose firma atje në datën 9 korrik është e pavlefshme, sepse ai do duhet të ishte shkarkuar, ose ka ushtruar detyrën. Pra o nuk je, çik shtazan, nuk mund të jesh. E kuptove gjën? Iku pra kjo histori. Prandaj po të flas domethënë që kjo është një çështje e mbyllur tashmë juridikisht dhe e mbaruar. Dhe këtu ka dy gjëra, ajo që që do ta mbaroja. Ose këta janë ignorant fushës dhe ne i bëjmë domethënë sikur janë zotët e jurisprudencës shqiptare. Ose kur fërshkëlleni ai Zeusi, mbreti diell, këta janë domethënë edhe më keq se sa Haxhileshi përpara Enverozës. Se Haxhileshi, valla që ta dish. Jo, dakord e flasim. Presidenti i kohës ndonjëherë ja kthente fjalën Enverozës. Ndonjëherë qëllonte që ja kthente fjalën Enverozës. Këta nuk arrin as deri këtu mo.
E kupton se për çfarë po flasim apo se kupton? Tani dalim tek pjesa që avokatët marrin, kërkojnë, e çojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, kërkojnë të kërkojnë zëvendësimin e masës